Një arsye pse u ftuam ishte një batutë ndoshta me nota humori, ndoshta me nota alarmi. Kamion me euro keni folur ju? Me thënë drejtën, duke parë këto rastet e fundit, sidomos 2 rastet e fundit që na tregoi SPAK, 2 nga mund t'i quajmë grupe të rëndësishme kriminale të narkotrafikut. Unë besoj se jemi në një situatë që ndoshta është nxitur përshpejtimi i ardhjes së euros në Shqipëri. Është e vështirë ta vlerësosh, po siç e tha Gelsi, nëse ekonomia këtu pjesa që le të themi bujësia, prodhimi i fason, është gjithçka organike e lidhur me Shqipërinë, pra vërtet mund të shiten jashtë, puna remote për shkak etj, po janë në konkurrencë në Shqipëri dhe është diçka që nuk jep një impakt kaq të fortë në euro. Në momentin që në ekonomi mund të vinë 2 apo 3 miliard euro të tilla nga parat narkotrafiku në vit, unë besoj se është një shifër e tillë, duke pasur parasysh edhe të gjitha ato që po dalin tani Albania fal, se gjithë ky plan 15 apo 20 vjeçar me ndërtime dhe resorte, patjetër që një ekonomi relativisht e modeste si jona, dhe një kurs këmbimi relativisht modest si jona nuk e përballon dot një shifër të tillë. Dhe nëse kjo shifër është arritur këtë vit apo është arritur këtë javë për shkak edhe të ngjarjeve të fundit, pra nëse ka një përshpejtim të kthimit të euros në Shqipëri për ta pastruar në mënyrë të nxituar në këto javë të fundit, patjetër kjo se duket do jap një impakt shumë të fortë dhe ne vërtet rrezikojmë të shkojmë poshtë 90 lekë për euro dhe kjo vërtet do jetë një ngjarje. Tani, një sekond. Më lejo të na lë pak këtu. E zëm ndodhi. Shkon euro 89 lekë. Ose sa dollari, po themi. Çfarë do të thotë për dollari pastaj shkon 70, po. Okej. Po çfarë do të thotë për strukturën tonë të furnizimit, qarkullimit të ekonomisë praktikisht? Nga remitancat të gjithë. Okej. Të gjithë ata të cilët varen. Më jep një skenar konkret që ta kuptoj. Po. Një skenar konkret është i tillë. Pra, nëse dikush fiton 1000 euro nga puna që bën për vendet e tjera, nga produkti bujqësor që shet në Europë, nga produkti fason që shet në Europë, këto 1000 euro para 4 vjetësh ishin 120.000 lekë. Po, 1.200.000. Tani do të jenë 90.000 lekë. Pra, këto të ardhura të këtyre njerëzve në lek, patjetër bien, këto kanë më pak mundësi për të, patjetër edhe 1.000 euro edhe për ata që japin shtëpit me qera për turistë, është e njëjta gjë. Edhe të ardhurat të tyre bien, pra nëse ata mbajnë njëjtin nivel të ardhurash, fitojnë gjatë verës po themi 3.000 euro, ato 3.000 euro do jenë me lek vjetra 2.700.000, nuk do jenë më 3.600.000 sa që ishin më parë. Domethënë i gjithë ky impakti që ne kemi me tregun europian, në fakt sjell më pak të ardhura në Shqipëri. Kështu që kjo është një pjesë e rëndësishme, sepse kjo është ajo që ne na përgatit për tregun europian. Nëse ne po futemi në tregun europian, është sepse produktet shqiptare, domatet, gjitha këto po shkojnë në tregun europian. Nëse duke shkuar dhe duke u rritur eksportin, që në fakt nuk po rritet për fat keq edhe për shkak të kursit këmbimit, patjetër që ne jemi më shumë gati le të themi për tregun europian, ndërkohë kursi i këmbimit na pengon. Kjo patjetër që unë shoh që po vazhdon dhe është vërtet shumë e vështirë tani edhe Banka e Shqipërisë të ndërhyjë, sepse nëse bëhet për shifra të mëdha, kjo kërkon ndërhyrje tem politike, strukturore, nuk është diçka që bëhet nëpërmjet Bankës së Shqipërisë apo ndërhyrjeve normale ekonomike.